Vjeshta ka hyrë me këmbë të mbarë sa i takon të ardhurave në buxhet të mbledhura nga administrata tatimore, kryesisht si rrjedhoi e rritjes së konsumit dhe taksimit të pagave. Në muajin tetor të ardhurat nga tatimet regjistrohen në 37.9 miliard lek, apo rreth 379 milion euro, duke bërë një kapërcim me rreth 13.1% në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo shifër ka vijuar në trendin pozitiv të muajve të verës, ku pavarësisht faktit se sezoni veror dhe efekti turizmit masiv nuk është më prezent, sërish tregon konsum të lartë, duke qenë se peshën kryesore në të ardhura dhe në rritje zë tatimi mbi vlerën e shtuar. Në muajin shtator të ardhurat u regjistruan në 392 milion euro, ndërsa në gusht 385 milion euro. Referuar të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, sa i takon 10 mujorit, të ardhurat tatimore regjistrohen në 379 miliard lek, duke u rritur me 12.1% krahasuar me janar-tetor 2024. Të ardhurat tatimore përfshin të ardhurat nga TVSH neto në vend, tatimin mbi fitimin, tatimin mbi të ardhurat personale, taksat nacionale, të cilat kanë pasur performancë pozitive për gjatë gjithë vitit. Faktorët kryesorë të rritjes së të ardhurave lidhen me rritjen ekonomike, aktivitetin më të lartë të biznesit dhe konsumin e shtuar, çka është reflektuar në TVSH-n e brendshme dhe tatimin mbi fitimin. Tatimi mbi të ardhurat personale është një tjetër zë me peshë të konsiderueshme në të ardhurat tatimore, i cili reflekton pagat e rritura të administratës dhe të sektorit privat, si dhe efektet pozitive që ka dhënë reforma anti-informalitet në këtë drejtim. Fushata për faturimin elektronik dhe kontrollet e shumta në terren duket se ka dhënë kontribut në formalizim dhe rritjen e të hyrave tatimore. Po ashtu deklarimi dhe pagesa e detyrimit të divas nga të punësuarit në vend duket se ka ndikuar në këtë performancë. Të ardhurat nga fondet speciale, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të mbledhura nga administrata tatimore kanë njohur një rritje të konsiderueshme muaj pas muaji, të cilat gjithashtu reflektojnë reformën e rritjes së pagave dhe ato kundër nëndeklarimit të tyre. Ndërsa me rritjen e pagës minimale nga 1 janari 2026 në